U mbajt sot në ambientet e bashkisë mbledhja e Këshillit Vendor të Sigurisë Publike për zjarret dhe përmbytjet në territorin e bashkisë Lushnjë, dhuna në familje, parandalimi i krimit dhe dhunës tek të rinjt, përmirësimi i sigurisë në shkolla e të tjerë. Të pranishëm ishin kryetaria e bashkisë Eriselda Sefa, përfaqësues nga Komisariati i Policisë Lushnjë, nga Agjencia Rajonale e Mjedisit, përfaqësues të gjykatës së shkallës së parë Fier, të Policisë Bashkiake e Emergjencave Civile, koordinatori për dhunën në familje, komunitetet fetare, shoqëria civile dhe media. Ashtu siç e keni marrë tek pjesa e rendit të ditës, ne kemi përgatitur një rendite në diskutime, por patjetër që jemi këtu për diskutuar edhe për te këtë rendit dite, sepse qëllimi i Këshillit Vendor të Sigurisë është që ne të diskutojmë me njëri tjetrin se çfarë janë disa situata apo problematike të cilat janë krijuar në komunitetin tonë dhe patjetër që ne më pas të kalojmë në hapa konkrete në mënyrë që të realizojmë atë që kemi shpesh, parandalimi i situatave që ndikojnë tek komunitetet dhe të qytetarët tanë. Përfaqësuesi i Policisë së Shtetit Klodian Toska theksoi se fal bashkëpunimit me Policinë Bashkiake dhe shërbimin zjarfikës, Lushnja është një rreth i qetë në lidhje me krimet përfshirë zhurmat që prishin qetësinë publike, parkimet, zjarret e të tjerë. Në krahasim me vitet e tjera, qyteti i Lushnjës është goxha më i qetë. Si në spektrin e krimeve klasë që ne ndjekim çdo ditë këtë pjesë, të vjedhjeve, krimeve kundër personit, kundër shtetit, krimeve mjedisore, zhurmat, janë do të flas për pjesën e Policisë Bashkiake që na ka dhënë goxha në këtë mes të pjesë, për faktorë këtu. Ka ndikuar, por në krahasim me vitet e tjera jemi shumë më mirë. Do të specifikoj një rast tjetër që këtu vende ora 12 të natës kishim shqetësim, kishte dikush një ditëlindje, do jete fishek zjarre. Tani përveç se punës kemi për duke këshilluar njerëzit, por kemi filluar edhe të përçojmë penalisht për prishje të qytetit publike. Dhe do të theksoj që gjatë vitit 2025 janë proceduar diku tek 10 apo 12 persona për hedhje fishek zjarre për raste ditëlindje. Nuk s'ka pasur interes që të shqetësoj banor, po thesat që